Në Spitalin Rajonal Omer Nishani është vendosur në funksion aparatura Dexa. Ky shërbim i shtuar në përmirësim të shëndetit të banorëve jugor shihet mjaft i rëndësishëm nga mjekja reumatologe Vjollca Koko për të mbajtur në kontroll shëndetin e skeletit të trupit ton, i cili luan rol në shëndetin e përgjithshëm të gjithsecilit. Ajo jo vetëm që bën matjen e densitetit kockor në mes edhe në të dy artikulacionet koksofemorale, që e gjithë diagnoza sipas organizatës botërore të shëndetësisë mbështeten në këto rezultate të mesit e të artikulacionet koksofemorale, ajo ka edhe një gamë edhe më të madhe përveç këtyre, se mund të ketë një person që mund të ketë thyer dorën, që mund të ketë thyer këmbën, që jep edhe matje rajonale periferike. Jo vetëm këto aksialet që vën vullën e diagnozës, dhe është një aparatur që do na ndihmoj shumë në punën tonë të përditshme, sepse ne të gjithë plakemi. Të gjithë çdo ditë të rritemi, çdo ditë, dhe është e domosdoshme që të dim densitetin e kockës që ne kemi, sepse ka disa norma që nuk duhen të kaluar, që nuk duhet ulet, qoftë edhe për njerëzit normal, që është pasojë e moshës, është pasojë e mënyrës së ushqyerit ose mënyrës së ushtruarit, të aktivitetit fizik që bën, por është shumë e domosdoshme që duhet ka dy matje, që një që është me popullsinë adulte, se si jeti me të gjithë adultët e rinj, po rezultati tjetër është se si jeti rezultatet e tua me sipas seksit, sipas gjinit, sipas moshës, sipas dhe këto dy të dhëna janë shumë të rëndësishme në matjen e densitetit kockor. Ajo që do të thoja unë, që kjo është një matje jo vetëm e rëndësishme për të gjithë njerëzit që janë normal, sepse duhet të dim, tani ne rregullojmë pamjen e jashtme, mos dim pamjen e brendshme se ku jemi, dhe është e rëndësishme sidomos edhe për cëmurët që kanë mjekime të gjata, flasin për cëmurët diabetik që kanë sëmundje inflamatore, flasin për cëmurët me tension që marrin ilaçe kohë gjata, po ne flasim dhe për gjithë ata që abuzojnë me duhan, që abuzojnë me alkool, ose gjithë ata që nuk ushtrohen fizikisht, të gjithë obezët, të gjithë personat që kanë të domosdoshme. Unë në profesionin tim që jam mjeke reumatologe, e kam shumë të domosdoshme edhe për pacientët e mi që marrin kortizon, që marrin medikamente të tjera, që marrin kërkojnë shumë gjëra nga kocka dhe e dobësojnë atë. Ne e dim që skeleti na mban në këmbë, po duhet ta forcojmë edhe që t'ja dim gjendjen në të cilën është, për të përmirësuar jo vetëm se nëpërmjet përmirësimit të shëndetit të skeletit, ne përmirësojmë shëndetin tonë të përgjithshëm. Mënyra se si shërben ai organeve të tjera që u jep me bollok natrium, kalium, kalcium, veshkave, jep zëmrës, i plotson të gjitha nevojat që ka organizmi. Kjo aparatur bashkohore do t'u nevojitet në punën e tyre jo vetëm mjekëve reumatolog. Më përpara të sëmurët tanë, sepse dhe në shërbimin e QSUT-s nuk ishte, ky i dërgonin privatisht, që të venin për klinikat private, për të bërë diagnozën, se sidomos të sëmurët që marrin kortizon e kanë shumë të domosdoshme. Tani ne e kemi organizuar që nga shtatori filloi që të funksionoj në spitalin tonë, se kushti ishte me leje, edhe nga shtatori filloi dhe ne e kemi të organizuar në një mënyrë të tillë që një javë do t'jap përgjigjet unë, edhe një javë do t'japi kolegja ime, dhe një javë përsëri unë, një javë ajo, sepse të sëmurët mund të dërgohen nga mjekët e lagjeve nëpërmjet sistemit të referimit, por ky është një shëndeti skeletal intereson edhe endokrinologëve, u intereson edhe ortopedëve, u intereson për të gjitha moshat që ata kanë. Kështu që kjo aparatur do jetë në shërbim jo vetëm të shërbimit të reumatologjisë, ne do japim ndihmën tonë për interpretimin edhe për dhënien e medikamenteve, po ajo do jetë një ndihmë e madhe për gjithë shërbimet që ne kemi, për ginekologët që japim mjekime me hormone, do jetë për endokrinologët, do jetë për ortopedët, po do jetë për gjithë mjekët që i kanë të sëmurët në mjekime me kortizon, me medikamente që dobësojnë strukturën dhe densitetin kockor.
Po, në qoftë se flasim për njerëz të shëndetshëm që nuk kanë probleme, që nga ç'mosh duhet të nis kontrolli i densitetit? Kontrolli duhet fillojë që nga mosha 50 vjeç. 50 vjeç për femrat, 40-45, sepse hormonet në këtë periudhë pësojnë ulljen e tyre fiziologjike, po edhe meshkujt. Në moshën 60, është aparaturë shumë e domosdoshme. Nuk është luks të bësh një deksa, nuk është luks fare, është shikon se ku je me shëndetin tënd. Sa herë rekomandohet kjo? Për të sëmurët që ne do t'i kemi në kontroll, do bëhet çdo një vit, sepse do krahasohen, kemi përmirësim, s'kemi, se dhe jo të gjitha medikamentet përgjigjja është individuale, por njerëzit normal, po e bën një herë në 2-3 vjet, boll që ta kenë normal. Po unë besoj se kjo aparatur do t'i shërbejë shumë komunitetit dhe unë do t'jap kontributin tim në interpretimin dhe në dhënien e medikamenteve që një pjesë e madhe tyre janë të rimbursueshme. Me çfarë medikamentesh mund të themi ne japim shëndet kockave tona? Mungon kjo edukata për shëndetin. Të gjithë njerëzit duhet të dinë që me ikjen e moshës bien rezervat që ka organizmi me kalcium, me natrium, me klor, me fosfor, po këto janë ato shtyllat që mbajnë skeletin. Edhe në qoftë se ne na dobësohen, atëre siç bie një pallat, atëre edhe një këmbë thyet, edhe një gjë shumë e vogël e bën shumë të hollë kockën dhe një gjë shumë e vogël që në një njeri normal nuk do të jepte asnjë pasojë, në një njeri që ka densitetin kockor të ulët do bëj frakturë. Dhe për të parandaluar këto dhe për të patur një mirëqenie, sepse sa më mirë kocka, aq më mirë gjithë shëndeti. Ne kujdesemi për flokët, kujdesemi për thonjt, kujdesemi për lëkurën, duhet kujdesemi çik për veten tonë brenda, për kockën, për si e kemi, në ç'ndje është ajo, dhe t'i përgjigjemi të gjitha nevojave. Ne këtu në poliklinik bëjmë edhe matjen e mineraleve, natrium, kalium, klor, fosfor, magnezium, sepse njerëzit vetëm i marrin këto shtesat ushqimore, po shtesat ushqimore duhet merren pasi të kesh bërë analizat. Të dish se sa e ke nivelin dhe të dish se ku do harish, se nëse nuk ke mangësi, s'ke pse merr. S'ke pse merr, sepse ato gjërat me tepric bëjnë dëm. Unë shikojmë që një vitamin D merret direkt në farmaci. Nuk është normale. Atë do bëjmë matjen, do vi këtu që të dim se sa do ta vemi, sepse çdo gjë me tepric ka dhe dëmet e tyre negative. Ashtu siç është një mangësi, ashtu është edhe një me negative është edhe një tepric. Sa të përhapura janë këto problematikat me kockat në rajonin tonë? Unë, t'ju them të vërtetën, deri tani kam qenë fokusuar në të sëmurët që unë mjekoj, me kortizon, sepse edhe një njeri, kur nuk është aparatura, nuk vjen. Dhe unë kam patur të sëmurët e mi, por ato janë ekzaminime që kushtojnë. Të vesh vit për vit, ta bësh privatisht, në një kohë që je invalid, në një kohë që ilacin e merr rimbursim nga shteti. Unë them se kjo është një arritje që duhet përshëndetur, edhe që duhet falenderuar, edhe që duhet përdorur për të mirën e komunitetit që të ndjejmë dobinë e tij në shëndetin tonë. Me rikonstruksionin e godinës, Spitali Gjirokastrës pret të pajiset me të tjera aparatura në shërbime të ndryshme, të cilat do të lehtësojnë bluzat e bardha në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme, për të cilat pacientët i drejtohen kryeqytetit apo dhe klinikave private.